Nëse më herët keni arritur që një rezervuar të automjetit ta mbushni me pak para, tani kjo është e pamundur. Fillimisht krisja e situatës së sigurisë në lindjen e mesme e më pas keqpërdorime të shumta që bën në vendin tonë e kanë bërë çështjen e çmimit të derivateve problem të madh për secilin qytetar. Aktualisht në Kosovë çmimi i naftës sillet rreth 1,70 deri në 1,79, por kjo mund të ndryshojë sërish duke u bërë edhe më e shtrenjtë. Siç njofton për lajmin e Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Inspektorati për mbikëqyrjen e tregut është duke monitoruar tregun në mënyrë që operatorët mos të abuzojnë me çmime. Por siç duket, inspektimet nuk janë duke mjaftuar pasi brenda pak ditësh, siç thonë edhe ekspertët, çmimi i naftës mund të arrijë deri në 2 euro për litër e që natyrisht për kosovarët dhe standardin tonë të jetesës do të ishte thuajse fatale në mënyrën financiare. Ndërkohë, sipas të dhënave të fundit, çmimi mesatar i importit për derivatet ka qenë rreth 1,70 euro për naftën dhe 1,40 për benzinën. Edhe pse ministra Kusari Lila ka deklaruar se nuk po shqyrtohet si opsion ulja e TVSH-s apo heqja e akcizës për derivatet, Maqedonia e Veriut ka ndërmarrë masa konkrete, duke ulur TVSH në 18-10% për një periudhë 2 javore, me qëllim që të përballin krizën. Ngjashëm ka vepruar edhe Kroacia dhe disa vende për t'u dalë ndihmë qytetarëve në përballje me këtë krizë.